Qeveria bjen edhe kuvendi për pasojë dhe hymë në krizën e re politike në Republikë. Ne, si grup parlamentar, nesër do të takohemi në mëngjes, gjatë ditës, natyrisht, dhe do të shqyrtojmë bashkarisht edhe njëherë deklarata jonë politike e zbarë keq që ndrymit tonë politik, s'kam qka e jashtoj, as largoj, as një pik, as një pres, që shumë e qartë, dhe vullneti jonë politik, edhe vullneti i presidentës në zyre, i saj politik, u shkel me ty kombë. Okej, vetëm shkurt, 2 minuta kemi nga një reagim këtu, fillimisht me zotin Drenori, më pastaj me zotin Demhazaj, apo Demhazaj dhe Drenori. Si ishte, urdhëro. Përshëndetje zoti Haziri dhe faleminderit shumë për mundësinë. Vetëm jepi pak blitz sepse jemi në fund. Një pyetje direkte, me që nuk munda me ishtru përfaqësuesit e vetëvendosjes, së PDP po. A mundeni lutna me konfirmu për publikun që gjatë bisedave, sepse 1 orë e gjysmë zgjati biseda e fundit ose takimi i fundit me zotit Abdigjiku dhe zotit Kurti, a ka pas ndonjë emër që është fol, pra konsenzual që është fol në takim apo jo, që çka mu më duhet si qytetar me ditë, për çka janë marrë ato takime? A ka pas ndonjë emër në burr? A ka pas? Në takim nuk është fol për emra, është fol për proces politik. Dhe Lumen Abdigjiku ka ndihmu, ka ndërtu rrugë dhe në bisedime me zotin Kurti ka ndërtu proces. Dhe ai proces është zbardhur me një ram edhe në takimin e parë dhe në takimin e dytë. Okej, proces jo emra. Angazhimi i përbashkët që i japmi vendit president përmes një konsensusi ma të gjonë politik, nëse kjo nuk arrihet përmes një marrëveshje klasike politike. Asnjëna as tjetra nuk hyrin funksion sot masdite, sepse vetëvendosja si grup parlamentar doli me një propozim krejt të tyre me libres partije, përkundër që termin kandidat pa libres partije ka përdorur vetëm zoti Kurti. Po, pse ky zoti Konjusa si president i ri i Kosovës nuk do ishte i mirë, zoti Haziri, për juve? Po nuk po flasim tash për emrin përveçëm sepse po ata e kanë nxjerrë emrin e përveçëm. Ata e kanë nxjerrë. Deri sot masdite emra që më përmendin